meqense është në Amerikë. Historia e tretë është historia e Benit, është pseudonimi, ka 2 vite në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka shkuar me llotari. Në Shqipëri ka qenë jurist, në Amerikë ka punuar deri në 2 turne, deri në mesnat, madje hyri në borxhe, ka ndëruar mbi 7 punë dhe është me bashkëshorten, por thotë që jemi në prag divorci. Beni, më dëgjon? Po. Më thuaj pak më shumë për jetën tënde, se këtu te historia jote ne ngelëm tek jemi në prag divorci, po çfarë po ndodh? Ka lidhje kjo me të jetuarin atje? Po me ndryshim në stilit jetesës, besoj se ka lidhje. Okej, por çfarë jete po bën atje momentalisht? Momentalisht punoj në një fabrikë, 8 deri në 12 orë në ditë, varet. Dhe për momentin punë edhe gjumë, siç e ka Amerika. Në fillim kam qenë në Boston e më zhvendosur në Brooklyn tani. Në New York? Në New York, momentalisht, po. Okej, dhe atje prapë është e vështirë, edhe pse se në të dyja vendet ke qenë afër metropolit. Edhe atje nuk po përshtatesh dot? Vështirë pjesa që e thënë shumë, e kanë gjuhur nga shumë veta që mos puno për shqiptarët, e kanë heq vetë atë në kurriz. Po pse çfarë ndodh, se e tha dhe dikush tjetër këtë? Nuk e di, mbase përfitojnë nga fakti që ta marrin respektin për dobësi, duke ne pronë të gjithë kohës dhe vjen një moment që ti kërkon drejtën tënde dhe ato fillojnë kapen ke gabimi më i vogël i joti dhe del ti i keq pastaj prapë. Kuptoj. Po bashkëshortja punon? Po, punon. Ajo është e kënaqur me punën? Për momentin është duke kërkuar dhe për një punë tjetër. Kuptoj. Fëmijë keni ju? Po, kemi një fëmijë. Keni në shkollë, në Kopësht? Në shkollë është fëmija. Ti ke 2 vjete aty, pra je larguar në 2023-shin. Dhe në Shqipëri ishe jurist, tani punon në fabrikë. Po pse erdhe? Thjesht aplikoj bashkëshortja, aplikova edhe unë për llotarin, më doli dhe bëm procedurën duke pas parasysh bashkëshortja ka dhe familjar tjerë, të cilët ishin ndihmës normal, se atë po mendoja që është shumë e vështirë për njerëz që vinë pa njeri këtej, se e para si marrin shtëpi me qera, pa credit score nuk merr të shtëpi. Do të dalë dikush për të futur garant për ty që ti të marrësh shtëpi me qera të parë në Amerikë. Kështu që kjo është një pjesë që më bëri të vendosja që të vija në Amerikë. Ti do të vija në Amerikë? Po fillimisht po, për ta provu. Ç'a dieti për Amerikën? Provu më para. Kam provuar Anglinë më para. Kishe provuar Anglinë? Ka parë pak Kanadan, por që për Amerikën që kisha parë në për filma. Megjithatë ti thua që ke qenë në Angli, ke qenë në Kanada, duket sikur kërkon të ikësh nga Shqipëria. Duket sikur s'ke qenë i lumtur në Shqipëri apo ishe thjesht kurioz, kap kjo vala që hajde ta provojmë. Në Angli kam qenë shumë i vogël, kam qenë para më shumë se 10 vitesh. Është thjesht pjesa që në Shqipëri nuk e gjej veten, tash ti dihet si funksionon Shqipëria, pa mik nuk gjen punë. Pjesa këtej është ndryshe. Thjesht këtej mikut i kanë vënë një emër referencë, që edhe këtej po s'patë një referencë nga dikush tjetër, vështirë të fillosh punë të mirë bëhet fjalë. Ke treguar në historinë tënde që je në borxh për shkak të një kredie për makinën. Për makinën në Amerikë? Po, kur mora makinën fillimisht s'kisha të ardhura, i mora një familjar borxh. Dhe pjesën tjetër kredi bankës, që duke mos pas credit score, siç e theksova fillim. Histori kredie. Duke mos pas këtë më la përqindje shumë të lartë dhe detyrova të paguaja, kisha një vlerë gati 2 fish të asaj që mora për të kthyer mbrapsht bankës. Gjë që mbasi pata një problem me një nga punët në New York, me këtë punën me shqiptarin që po thosha. Lash punën dhe nuk arrita do të që të vazhdoja të paguaja makinën dhe detyrova ta ktheja makinën, ta shisja. Dhe kur u bë procesi shitjes, u morën dhe lekët nga kompania e leasingut që më kishte dhënë kredin, dhe mora diku $5-6.000, ndërkohë që makina u ble 26, që llogaritë humbje. Dhe je minus 30 e ca mijë euro, thua, dollar. Paga shumë, pa. Kuptoj, kështu që për momentin ju ti je në punë dhe gruaja është në kërkim,
Është në punë, po kërkon punë tjetër. Okej, dhe nuk jeni shumë të lumtur në çift. Kush është përplasja më e madhe që keni mes jush në Amerikë? Nuk do thëja përplasje, më tepër është pjesa e faktit që të dy jashtë shtëpie në punë, domethënë llogaritë gjithë ditën, shumicën e ditës. Pak orë ditë na bjen me pas kontakt ose me fol live ose në një fundjavë mund të rastisi. E keni folur këtë apo e ndjen ti? Po kemi folur, po ja kemi vënë faktit që po themi jemi pak workaholic këtë dy. Po duhet me punu se janë billat për të paguar, si e thënë. Pa, më shumë se sa workaholic ju duhet punoni që të Që paguani. paguajmë billat dhe qerane tjetër. E kuptoj. Po fëmijë me kë e lini? Çuni në shkollë, është para ditë, kryesisht kush del më para nga puna shkon e merr në drejt. Dhe kalojmë pas ditën me çunin. Tani pyetje, ç'a doni të bëni? Ç'a plani keni? Do rrini atje apo ç'a plani keni? Po plani që unë nisëm ishte fillimisht të edukohet djali me një kulturë ndryshe. Po ti vetë, për veten tënde edhe nusja nga ana tjetër? Edhe vetë mendoj pjesën e shkollimit për të vazhduar diçka tjetër ose për të pjekë në një kurs, në një zanat. Ndërkohë tashi nuk po merresh me atë gjë, është thjesht të mbuloni shpenzimet, ky është qëllimi yt. Mbulojmë shpenzimet edhe të lajmë borxhet, para shumë. Janë si në mod, mbijetese për momentin. Tamam mbijetesë. Të do thoja që akoma nuk kanë kaluar në atë momentin e krijimit të vetes, siç folëm me dy raste përpara që janë një tjetër lloj stadi, ajo shumë, kurse me Benin është ende në mbijetesë, në të qëndruarit për zgjidhur akoma probleme të cilat kanë qenë ekzistente këtu dhe arsyeja e largimit është pikërisht për të mos pasur disa lloj problemesh të tilla dhe nga zëri i Benit kuptoj që është pak i demoralizuar, duket zhgënjyese përvoja atje. Dhe sikur akoma nuk po jeton një moment çlirimi që ndoshta prej kohësh mund ta ketë pritur. Kishe pritshmëri tjera për Amerikën? Siç e kishim parë për filma nuk ishte. Është pjesa që mu desh, nuk e kisha menduar se të vija në Amerikë ndesh të mësoja spanjisht për shembull, ose të bëja punë domethënë që se kisha menduar që mund të rikthehesha prap pjesa e kamarierit për shembull. Ke ndonjë shpresë se gjërat do fillojnë të marrin një tjetër rrjedh për ty? Pra ndjen që Po, është një periudhë falimtare po. kjo? Besoj se po, se fillimi thënë gjithë është e vështirë, për që me që kam taku, nuk është se kam taku shumë njerëz optimist, me thënë drejtën. Kam dëgjuar që thënë, për shembull, jo mu direkt, po emigrantëve tjerë, se puna ime që pse me gjatë gjonat gati ti, si që kanë vujt tjere të vush edhe ti. Si që kanë vujtën kur ka marrë të fillim të vush edhe ti. Që kur e në nga shqiptare jotë, a që nuk vjen mirë. Ke rrjetë social atje, ke njerëz, ke shok? Do me thënë që ti përveç punës, të angazhime? Kam edhe shok, kam dhe pushëri. Ka dhe kafe shqiptare, ka dhe markete shqiptare, se na mundon shumë Shqipëria. Ka ndonjë gjë motivuese nga gjithë këto që po përjeton, që e gjen paktën si një mini shpërblim për momentin? Është fakti që po jetoj në New York, është motivim, enough mendoj. Zgjehesh mëngjes edhe je në New York, nuk je në Tiranë. Çfarë marrëdhënie kishe me Tiranën ti? Unë jam rrit në mes bllokut. 80% e shokëve të mi kanë thënë ç'desh ti që ikën në Amerikë, se kisha Amerikën mes Tiranës. Ke ndonjë mall për Tiranën apo? Kam shumë. Po marrëdhënia me nuse me gruan si ishte para se të vinit? Me hope, me dak. Okej, nuk është nuk është emigracioni vetëm i shkak. No, nuk ishte thjesht emigracioni shkaku, ja. Vetëm se është e vështirë Ben që të bëhet ky diskutim në fillim në vitet e mbijetesës, të bëhet diskutimi i divorcit, edhe është e vështirë. Në arrin një moment kur nuk vjen më për njëri tjetrin, nuk ka më kuptim se të vazhdohet gjëja. A mendon se emigrimi ka përshpejtuar procesin tuaj, domethënë të ndarjes, jo ndarjes divorcit, po përçarjes mes ju si çift? Do ndodh, nuk është se do ndodh, edhe po të ishim në Shqipëri. Se dhe shmanë të pjesa për të mos emigron. Po në raport me gruan, kush është më shumë breadwinner? Kush sjell më shumë të ardhura? Në fillime, për shembull, si isha unë ai që bëja 2 punë për arsye se unë se s'kishte gjetur punë akoma 3-4 muajt e parë. Ishte në kërkim, bënte intervista për ditë normale.
për që shpjesa do mënë që pa referenca vështirë të marrë, si që thash. Dhe 3-4 muaj parë isha unë ai breadwinneri. Pastaj vazhdum u balancum disi për që s'po them diferenca, po them unë 1000 ajo 800 ose 600 varet në javë. Nuk është se ishin diferenca shumë dha, pastaj më mrapa. Për që kishim caktuar një normë kontribut për familjen edhe that's it. Është në punë edhe ajo, në punë çfarë t'i dali apo po i afrohet ndonjë punë që ka shefa, profesioni a diçka? Për momentin po bën dhe shkollën dhe po mundohet gjej një punë që t'i përshtatet me shkollën. Është i pasqyrë që në fakt siç i ka thënë dhe vetë shqiptarët e tjerë, do të thuash të ti si ne, është ajo pasqyra një fillimi që në këtë rast ata të dy po përpiqen, po Në çdo histori ne po kuptojmë që ka një peshore. Dhe në këto peshore janë nga njëra anë problematika që ti do i jetosh se s'bën këtu, edhe normalisht i përjetojmë pak a shumë të gjithë. Gjithë ankohemi pothuajse për të njëjtat gjëra. Nga ana tjetër, kur shkojmë në një vend të ri, përballemi thjesht me një stres të së panjohurës, të pasigurisë në fillim, derisa nis përshtatja, pra e kalon këtë stadin e mbijetesës, ti i shikon mundësitë, i jeton mundësitë, të japin këto mundësi të zhvillohesh në një formë që këtu nuk ta merrje ndoshta kurrë, dhe aty fillon të shaqërimi edhe adaptimi final që mund të ndodh me emigrantin, po sidoqoftë disa nevoja malli, disa simptoma i themi ne në gjuhën klinike, në paktën në disa faza fillojnë dhe janë normale të përballohen ose të shfaqen. Por do të kemi secili parasysh që ato peshoren e kemi të gjithë së brenda nesh. Domethënë, do anoj edhe nga jo ana që do ndihemi sikur çdo gjë po na sillet kundër, siç mund të jetë ose të paktën kështu e ndjej në rastin e Benit, që duket sikur janë mbledhur shumë gjëra bashkë, jo vetëm emigrimi, po edhe pjesa e punës, e heqja nga roli që ai kishte këtu, lëvizjet nëpër punë njëra pas tjetrës, ja dhe çështja e divorcit që mund të përballet. Pra janë shumë një herësh, do duhet transformim ose pjesa e transformimit do ndodh edhe si çift, jo vetëm në pjesën individuale që ai kanë marrë atje. Por ka akoma, do me thënë edhe më pëlqeu kjo që tha, që ka akoma shpresë për pjesën atje. Dhe kjo tregon se mund t'i japi mundësi tjera për të jetuar para se të merr një vendim për të kthyer, jo se kthimi është patjetër negativ. Jo, Beni nuk është se kishte mendje për të kthyer, apo jo Beni, se ke mendje për të kthyer për momentin. Për momentin, ja. Asin të armën base edhe mund të them, nuk i di asnjëherë. Okay, se s'ka. Është fleksibël në mendim. Është fleksibël, po për momentin kjo është nga ato histori day by day. I thuhet Beni. Ditë pas dite. Atë në për momentin jemi ke fazë që po jetojmë paycheck to paycheck, si thënë. Po, tamam, paycheck to paycheck. Por që në qoftë se ke dëshirën dhe vullnetin dhe të ke bërë gjithë punë, sa shoh këtu, kështu që ajo s'të mungon edhe që punon dhe përpiqesh. Padyshim që kjo do kaloj, është një periudhë tranzicioni, absolutisht, nuk është e përhershme kjo periudha. Mua më pëlqen fakti që ti të paktën je në New York dhe në Brooklyn. Mund të jetë depresiv New York, mund të jetë i rënd, por prap ke kontakte, ke qytet. Jo sa Londra besoj. Po Londra është ajër tjetër. Nuk e di, unë jam në New York më shumë, po edhe Londra është e lezetshme, është Europa është tjetër gjë, është pak më ndryshe se Amerika. Se di, nëse s'përshtatesh aty dhe mund të ikësh në Londër. Nuk e di, këto janë pastaj. Jo, se këtu s'ke çfarë thuash tamam, e theti paycheck to paycheck, që do thotë nga rroga në rrog. Kjo është situata që është tani, apo siç ne përkthyem në situatë mbijetese. Padyshim që edhe besoj që edhe djalin e kam prioritet, jo besoj, po e tha dhe vetë që t'jetë edhe ardhmja e djalit, që të ketë aty një shkollim, që është mendimi i të gjithë imigrantëve. Ja thash dhe dikujt tjetër më përpara që përmendi të njëjtën histori me shqiptarët, që ne se ndihmojmë njëri tjetrin. Unë të doja që mos ishe kaq kategorik, sepse nuk i dihet asnjëherë. Mbas kam takuar njerëzit e gabum, nuk e fuz gjithë një fest. Se jo të tërë njerëzit në një vend janë të tërë njësoj, më kupton, se siç nuk janë dhe këtu. Se ne harrojmë që edhe këtu ka shumë padrejtësira që bëhen nga shqiptar për shqiptarët, siç është ai emisioni nga shqiptarët për shqiptarët, ke padrejtësira. Po, atje s'na bëjnë përshtypje as korrupsioni, as gjë, se jemi mësuar, bëjmë dhe vetë për ditë, nuk është se na duket shumë.
Po pra po. Por që ai që do të As nuk e çon njeri në përmendme, po. Bëj? Po, ai që do të bëj dëm ta bën, po. Po, siç edhe janë histori pafund, njerëz që kanë ndihmuar edhe atje, kështu që ajo mos e mendo atë, gjithsesi këtu është vetëm për të thënë të përpiqeni të avanconi brenda mundësive tuaja, që të keni siç ishte dhe historia e kaluar, që të keni mundësi që të kesh mundësitë e ti që të gjesh një punë, se kur fillon të pëlqen puna, edhe kur fillon edhe të ke dhe një punë që ke dhe orare më të përshtatshme, jo kështu. Kur bën punën me shef, nuk e ndjen më se po punon. Nuk e ndjen lodhin e Po. punës. Kështu që besoj që ajo ditë do vi, edhe në një vend që kultura punës është atë e kanë primare, bëjnë 2-3 punë. Emigracioni është, por është dhe pjesa pastaj e familjes, që është një gjë që duhet ta zgjidhni vet. Ka dy, po. Pjesa e familjes është borxhi tjetër që është pak i detyruar, them jo ta laj, po ta zgjidh në një farë mënyrë që të palët janë të qetësuara. Nuk ka pse të jetoj një stres ndoshta tjetër, krahasuar me këtë që nuk është një stres kjo pjesa, e kam zgjidh, nuk është se kam ma fat lakun fyt edhe se më prish pun pjesa e borxhit. E mora si një shembull pak me qurë hap, edhe mendoj se paktën mes borxheve në situatë. Por emigracioni është proces, nuk është një moment që neve ndihemi keq, edhe ajo përcakton gjithë vijimin. Është fillimi, absolutisht, por është dhe një pjesë ku ti do shikosh nështë edhe frytet asaj që po punon tani. Pra edhe kjo që po bën është dobit asaj që të pret pak më vonë. Është Beni ka të vështirë edhe për faktin që se edhe brenda familjes kur ke dhe një çik ftoje kështu, s'është ajo motivimi që do jemi bashkë, dhe ti nuk e di se si është e ardhmja jote për atë. Siç ishte në rastin e çiftit kaluar që jemi bashkë për këtë gjë, do ecim bashkë për këtë gjë. Edhe kështu që kur është dhe themeli nuk është i tronditur, është pak e vështirë se nuk je në atë lëkurën tënde, nuk je në një orskin brenda në shtëpi, nuk je tamam ashtu siç duhet të jesh. Shkon në një punë që nuk e do dhe janë disa gjëra që përplasen, edhe pastaj vetëm New Yorku ose do një loj me fëmijën, me djalin, se pjesa tjetër pastaj bëhet e. Kështu që unë them Beni në rrugës të kësaj mbijetese duhet edhe të pastrosh të qartësosh gjërat. Për sa i përket New Yorkut, mu bë Times Square ai shpesh zbrisja aty për ndërru stacion. Mu bë se lagje, më erdhi moment nuk mbote më përshtypje që po kaloja në Times Square. Po tashi atje po jetova atje s'shkon fare aty se bezdisesh nga turistët. Janë vende kështu që. Jo, vetëm kur na vjen një kushëri ose një familjar që nxjerrin për turizëm, se vetë s'na bie më rrugat tash. Po ti në je Brooklyn dhe Brooklyn është shtrentuar goxha. Nuk e di çfarë zonë Brooklyn je, po që është një lagje që është goxha e shtrenjtë, një zonë. Aty afër Barclays është shtrenjtë për shembull, normal. Po varet edhe për shërat, për shembull unë paguaj shumë pak. Krahasim me ç'paguaj lagje. E po je me fate kjo pjesa pra. Shumë ka lotaria dy herë. Po dhe nëse ka lotaria, pra fat është vetëm për të shkuar nga një fat te tjetri duhet edhe një çik, se nuk është fati vetëm ti rritë të vjen fati më therë. Duhet me gjemuar çik fati. Duhet me gjemuar fati, tamam. Beni, unë të falenderoj shumë edhe shpresoj për jam e sigurt që është thjesht fazë tranzitore, por siç të thash edhe këtu jona bie dakord që duhet të qartësosh edhe gjërat çka ke përreth, duhet të pastrosh. Se sa më shumë të pastrohesh, pra të qartësosh marrëdhënien me gruan tënde, të qartësosh se çfarë do të bësh dhe sa më shumë të pastrosh përreth teje, pastaj ke rrugën më të hapur, mendoj unë gjithmonë që edhe më të qartë se çfarë do bësh ti me veten tënde. Ti me veten dhe si Beni, edhe si baba. Shumë faleminderit që ndave historinë me ne. Faleminderit. Kjo ishte historia e fundit për sot. Elona thotë që Beni kishte shumë emocione, sepse tha në telefon ishte shumë i zhdërvjellët. Por është ka gjithmonë një herë të parë edhe për Benin kjo ishte hera e parë që foli. Gjithsesi pak a shumë Beni, që Beni, Rozela apo Eli, të gjitha janë si thua përveç Benit që ishte 2 vjet, pra 18-24 muaj, që ishte në kufi ku fillon përshtatje dhe ai nuk reflektonte përshtatjen. Ata ishin akoma. Unë besoj që Eli mu duk sigur kishte shumë të vështirë, por nga fundi filloi të dëgjonte. Të cilin nga ne ka nevojë për perspektiva të reja.
Po. Edhe aty fillojmë ushqim, pastaj një këndvështrim tjetër. Prandaj do unë kisha shumë të rëndësishme t'ja thoja Ailit që mos ec me filtrat e njerëzve, se si ato të përshkruajnë qëndrimin atje, kur përmendte pensionin që kthej njerëzit në vendin e tyre. Ec me pjesën tënde, shiko se si ti e përqafon atë vend, se si ti e ndjen veten aty. Qoftë edhe rruga për në punë, mund të jetë ndryshe. Jo, shumë e rëndësishme kjo, sepse ti shef atë që do të shohësh edhe ka qenë një histori në Gjermani, të kujtohet që ajo do të kthehej direkt në historinë e emigracionit, pra ai kishte të ndarë mendjen edhe ato dëgjojnë dhe shohin ato që duan të dëgjojnë dhe të shohin. Dhe tamam janë këto filtrat para gjykimet, që vjen zhgënjimi, pra gjithçka. Po dhe kemi diçka, paktën në mënyrë të përgjithshme pa e përfshirë gjithë popullin në një vend që ne duam gjërat shumë shpejt. Në çdo gjë, edhe në punë, edhe në arritje, edhe në pjesën e përshtatjes, kalimit të stadeve, të jetuarit mirë në shtetin tjetër. Kjo do të kuptojmë që është rrugë, edhe që nis ka ato fazat e veta, normalisht duhet të themi që një emigrant në fillim mund të përjetoj dy gjendje, mund të jetë edhe e mirë, pra që ti je shumë i lumtur, energjik, shikon vetëm gjërat pozitive të atij vendi, bën krahasimin me vendin origjinës, ndihesh mirë, por mund të ndodhë që të ndihesh atë keq direkt, sidomos kur shkon i detyruar, siç e përmendëm në fillim. Arsyeja pse ti ndihesh mirë në fazën e parë është sepse aty truri fillon edhe të kuptojë diferencat, ndryshimet dhe këto stimuj e ndihmojnë shumë mendjen tonë, bën të kemi shumë prodhim dopamine, është vërtetuar paktën edhe në studime. Po ka dhe faza tjera që pikërisht pas vitit të parë ose të dytë, aty fillon ajo kriza që ose kthehen, pra nuk e rezistojnë dot, ose e kalojnë këtë fazë dhe fillon pjesa e përshtatjes. Kështu që duhet i japim vetes kohë, mendoj edhe për këtë sepse mund të humbasë një mundësi, mund mos i kenë shfrytzuar gjitha ato që i ofron ky vend i ri. Megjithatë unë mendoj edhe një gjë tjetër për ne në Shqipëri që se shoh këto marrjen e llotarive dhe thonë jam i lumtur dhe aplikova për llotari. Pra, se na është bërë si sport kombëtar llotaria. Jo, është si sport kombëtar, realisht. Unë se kam bërë akoma llotari, se kam përtuar të bëja një foto një herë dhe se bëra. Nuk e di pse do e bëja, po thash ta bëj dhe unë. Se unë isha një herë në Korçë, madje ishte gjithandej thoshte këtu bëj llotaria, thash futem mirë ta bëj dhe unë. Se e kemi si sport kombëtar. Dhe shumë gjëra i bëjmë kështu. Pra, nëse dikur ka qenë ajo shkonim me anije, duhet shkonim të tërë, tash që është situata çik më ndryshe, prap, nuk është e thjeshtë, me thënë të drejtën, por i bëjmë pa i menduar gjërat shumë. Mua më bën dhe përshtypje që në këto të tre historitë, që këto janë tre nga shumë histori që janë vërdall, këta nuk kishin asnjë përshtypje për Amerikën, për shembull për Kanada, ndërkohë që informacioni është gjithandej. Natyrisht, eksperjenca jote është ndryshe, por nuk është Amerikë filmash dhe nuk diskutohet tash në këtë vit që Amerika si ishte si ajo që dija unë. Mund të pyesësh për Amerikën, se ka 20 vjet emigracion. Kështu që minimumi, unë kur kanë ikur njerëz në Amerikë kam thënë që aty ku je ti, ai qytet që je ti, ka këtë, do një orë të blesh një paketë cigare, do një orë të shkosh aty, shusi e zynë, ka kishën e tjera, sepse mjafton të bësh një kërkim. Por ne nuk e di pse jemi akoma kemi një edhe informacion dhe misinformacion për atë dhe kemi një paqartësi për çfarë duhet të ikim. Një pjesë. Nuk jemi shumë të paqartë për çfarë duam të ikim. Po thua që marrin vendime direkt, impulsive. Po, shumë njerëz, të jemi sinqert, që ikin në këtë periudhë, në këto vite, ndoshta nuk e kanë provuar deri në fund. Pra, nuk kanë bërë provat këtu. Dhe kanë ikur. Këtë mendoj unë. Unë them që ky vendi ka shumë gjëra jo të mira. Ka shumë gjëra, shumë probleme, absolutisht. Por nuk e di pse ndjej këtë gjë tek ka njerëz që ndjej këtë gjë. Siç thoshte ndiva edhe tek ajo zonja e parë, që ishte shumë artikuluar dhe thash, me punën që ka, nuk është se ka ndonjë ajo puna e shtetit ku punonte, nuk është se ka ndonjë rrok shumë të madhe. Okej, nëse nuk besoj që kjo ishte, po mund të përfitosh. Janë ato lloj punë që përfiton. Por normalisht nuk është se ka ndonjë, por mund të gjesh mundësi. Ndonjëherë njerëzit shkojnë punojnë diku edhe bëjnë 3 punë japi shteti tjetër, ndërkohë që këtu nuk e bëjnë dot, sepse është dhëndësia e turpit, si të punoj unë. Pra janë ca sakrifica që mund t'i bësh afër, këtu ke Malin, ke detin, ke Europën afër. Se di, jo të gjithë më duken të arsyeshme, por nga ana tjetër them, ndoshta ky është fati i tyre dhe le të shkojnë. Kam vënë re që shumica e personave që sidomos ato që janë në Amerikë, vuajnë shumë të pjesën e ndryshimit të statusit. Pra nuk është përshtatja me kulturën, me njerëzit, por është edhe kjo
që nuk e bëjnë më punën e përparshme, sepse atje duhet të ndjekësh nga e para specializimin. Po këtë duhet ta dish para se të shkosh. Duhet ta dish që psikolog atje nuk shkon dot. Pra duhet bësh edhe shkollë të tjetër. Mjek nuk shkon dot. Pra duhet të dish që credit score-i të duhet, pra historia e kreditit për të bërë disa lëvizje. Janë gjëra që duhet i dish. Pra nuk e pse shokosh në 2025, mund ta marrësh informacionin. Dhe pastaj mund të shkosh nuk thon njëri mos shko. Por të marrësh informacionin që të ulesh dhe këto fazat e shokut. Se s'ka mundësi tash që ka shumë informacion dhe janë gati ne kemi, nuk po them shifrën e censusit, se i thashë them që kemi më shumë pak se sa mendohet shqiptarë në Shqipëri, por jemi shumë se gjysmë jemi jashtë. Këtë mund ta themi. Tash i flitet kudo, ka forume, ka gjëra. Me një çik kërkim që të paktën ta dish ku shkon, ta dish si shkon, ta dish se çfarë është New Yorku, ti kur po të rasti aty futesh në anija apo si ne në avion, pa FaceTime, pa telefona, pa gjë, edhe okay, aq e merja. Por un kam ato diskutimet e mia për emigracionin e viteve të fundit. Por nga ana tjetër, mbështet çdo njeri që do të lëviz diku dhe të ketë eksperiencën e vet. Është shumë e rëndësishme të lëviz diku. Por nëse nuk përshtatet se s'është i lumtur, s'ka asnjë lloj turp për të kthyer dhe për të qenë i lumtur. Ai lumturia është tjetër diskutim, po. Për të qenë i kënaqur, satisfied aty ku është. Po. Ku mund të jetë edhe satisfied, kanë ardhur njerëz nga maja botës, shqiptarët kanë hapur në ferm, kanë hapur diçka, kanë hapur një biznes, ndonjëherë është iniciativa, mënyra si sheh gjërat, që është shumë e rëndësishme, mënyra si krijon botën tënde brenda një bote. Nuk ka Amerikë të mirë, Amerikë keqe, ka vetëm Amerika jote, mendoj. Është absolutisht fjalia më e bukur, sot shike perl me këto fjalit. Ja, nuk ka as Amerikë të mirë as të keqe, ka Amerika jote. Dhe nuk ka shqiptarët të gëshinj. Ka dhe shqiptarë që ju mendoni se ju kanë zhgënjur se si ju ndihmojnë, mund të jenë ata të zhgënjur nga shqiptarë që kanë ndihmuar. Kështu që mund të ketë njerëz të zhgënjur edhe që kanë ulur pritshmëritë apo kanë vënë barriera. Kështu që s'është me të gjykohemi edhe për këtë pjesë shumë. Thash në fillim dhe kam fiksim ta them që neve kemi imigruar dhe kemi jetuar fal shqiptarëve bashkëkohësave tanë, ato na kanë hapur shtëpitë, nuk na i kanë hapur të tjerë. Përveç ndoshta emigracionit fillimit fare. I kemi hapur njëri tjetrit në ato rrëmujra tona, në sherrat tona, siç i kemi në këtë vend, edhe jashtë me karaktere ndryshme, por nuk është mirë që të vazhdoj kjo gjë, se unë kam pas shumë fiksim që e thash dhe më parë, e kam pas fiksim që kur isha në Amerikë që më bënte përshtypje që i thuaj kjo gjë, thoya, a thon grekët për njëri tjetrin, mos rri me grekët, grekët të ndihmojnë. A i thonë sërbët për njëri tjetrin, a i thonë nuk e di. Izraelitët e thoshin, se ma thanë mua në Izrael. Ato e kishin. Gjithsesi, ky është programi për sot, viti parë imigracionit. Ka dhe shumë histori pa fund, por ne zgjasim, aq sa zgjasim, kështu që vendosëm që këto janë disa histori që janë përfaqësuese. Do të rikthehemi prapë në episodin e fundit për vitin 2025, ku do të jetë një temë e lirë. Pra, histori të ndryshme që më kanë ardhur mua në DM gjatë gjithë këtyre kohëve, apo histori që do të vinë mbasi të bëjmë lajmërimin, do të jemi këtu për të dëgjuar, edhe më pëlqen është ai efekti surprizë i historive që të dim realisht, ta dëgjojmë live për çfarë bëhet fjalë. Faleminderit, Jona. Shumë faleminderit dhe ato fjalit do t'i shohësh në TikTok. Ándale.